Ata të qyteti, kur e panë se turma dhe numri të vetëve, por alloj edhe se këmbgulja e tanëve, ishte më tepër se diçka njerëzore, duke të rëmbur për fatin e asaj dite, dhe duke dashur që ta zgjatnin punën. Menduan menjëherë një dredhi, pasi hoqën nga forcomat flamojt e Tiranit. U dëgjuan të bërdisnin nga muret, se kërkonin një pushtim aq të shkurtër zjarri, sa të mund të flisnin me Skënderben. Tanët, sipas urdhit të kryetrimit, nuk solla asnjë kundërshtim, por e pushuan menjëherë çdo furi të luftës dhe u dhanë mundësi barbarëve që të flisnin. Atëherë, njëri nga më pleqt prej tyre, pasi falenderoi së pari kryetrimin dhe ushtarët, që me aq bujari po ua bënin qefin kundërshtarëve. Por të hequr dorë nga armët, sipas dëshirës së tyre, tha se me pëlqimin e shokëve, ai kërkonte vetëm një gjë prej tyre: pushimin e betejës për atë ditë, me qëllim që ta kishin së paku atë kohë për të këshilluar rreth formulës së dorëzimit, drejt të cilit kishin anuar tani të gjithë me një mendje e me një zemër, pa kundërshtim. Të nesërmen, vazhdoi do të vinin tek ai në kamp lajmëtar bashkë me disa kushte, që ata do t'i caktonin për veten e tyre, por të ishte se ai do t'i gjente të arsyeshme. Ata do ta kishin si një gjë shumë të madhe, por jo të papritur. Nga shpirturia e tij aq e shënuar. Po të ishte përkundrazi, se ai nuk do t'i pëlqente. Ata nuk do të thoshin jo për asgjë, që ai të vendoste dhe as jo do t'i kundërshtonin gjykimit të tij. Ta shpresonin se çdo gjë do ta bënin së bashku me të, në të mirë të të dy palë. Skënderbeu në fillim u qas pak i gatshëm ndaj këtyre kërkesave të kundërshtarëve, por mendoi se ishte drogoi pastaj vetë puna, se me gënjeshtra të tilla, ata po e shtyrin fatin e asaj dite për të siguruar ndonjë gjë që u duhej apo për të pritur ndihmë nga Tirana. Prandaj i urdhëroi të t'i parashtronin atë çast kërkesat e tyre, përndryshe ai do të vazhdonte të vepronte sipas rregullave të luftës, duke thënë se këshillimet tërkuz nuk i shikonin gjë këndi atëve gjidimtare. Megjithatë, i kthyer nga lajkat e zgjatura të armiqve, e nga nxitjet e të vetme, lëshoi pe pa vështirësi, sidomos me që shikonte se me atë shtyrja afati nuk i shpotonte nga duart asnjë shpresë mjaft e sigurt, por të bërë zot të qytetit me forcë. U hoqën, pra, nga qenë, esqen, flamur dhe mjetet e rrethimit, dhe u suall në kamp forcat me gjithë pjesa e asaj dite bashkë me natën që pësoi. Kaloi në një heshtje të thellë. Të nesërmen, që në mëngjes, 4 nga barbarët, burra të njohur për dhelpëri, të zgjedhur në rrgut për këtë detyrë, u dërguan erdhë në kamp me dhurata nga më të rrallat. Ata kishin marrë dhurë të parashtronin kushtet atilla që do t'i përbuste çdo i mundur, jo më një fitimtar. Por ata ishin porositur njëkohësisht që për këto kushte të hedheshin poshtë, i zëvendësonin pastaj me të tjera e prap me të tjera dhe kushte të bënin çmosh që të zgjatej koha. Parashtruan këto kërkesa. Të pranonin në qytet qytetarët e mëparshëm dhe të danin bashkë me ta me të drejta të barabarta zotërimin e qytetit, ndërtesat dhe fushat e tij. Dhe kështu, pasi të jepte të mbajë njëkohësisht qytetin, ata të vishin në pushtetin e tij, duke i fishkëlluar krejt emrin otomanit dhe të qëndronin për jetë besnik. Përveç kësaj, ata kërkonin në emër të komandarit 10.000 aspar. Tanët, si përgjigje, ja dhanë vetëm të qeshurët dhe menjëherë pastaj shpërthyen nga çdo anë brit me plot zemërim për të rëmbyer armët. Në këtë mënyrë, dërgata dhe polake e theu qafën bashkë me dhuratat dhelpërake dhe me turpin më të madh. Por kjo nuk i bëri barbarët që të ishin në dorë, dhe të mos dërgonin menjëherë si lutës, po ata për të marrë vesh vullnetin e kryetrimit dhe për t'ia lënë gjithçka gjykimit e tij në dorë. Gjithë ky ndryshim, kaq i madh në ndjenjat e armiqve, gjithë kjo bujari e dyshim, besimi ndaj tij, sado që e bënin të anonte edhe më tepër për të mos besuar asgjë, pa e menduar mirë, prapse prapi të thënat e tyre, ju dukën nga stiroti se nuk dukeshin përbuzur pjesësisht. Kështu, pas ju kthyen nga ata, u tha se nuk ndryshonte asgjë nga kushtet e mëparshme që u kishte propozuar të rrethuarve. Por punët e tyre ishin mirë dhe ushtria e tij e pacënuar. Këto kushte vazhdonte, të cilat ata i patën quajtur dikur aq të drejta për Spetigradasit.
Duhet të dukeshin tani atyre fare pak të rënda. Le të mendonin se me këtë ai kishte lëshuar mjaft perin për ta, dhe në rast se aprovonin këtë lëshim, atëherë të vendosnin që qyteti të kthej pa ndonjë mjerim të mëtejshëm. Përkundrazi, po të donin që ta dernin të tilla të zgjatnin kohën e ta ngulnin kumë në komfortësinë e tyre, atëherë le të prisnin sa më parë gjithë fortunën e furishme të luftës. Një gjë të kishin të qartë dhe të ngulur mirë në mend, se rrethimi asgjë tjetër s'do të jepte fund veçse të vdekjes së të gjithëve.